10 mësues, infermier dhe mjek në disa zona të juglindjes e vendit, përballen çdo ditë me vështirësi serioze për të mbërritur në vendit e tyre të punës për shkak të shembjes së rrugës Librazhd-Pogradec, e cila prej disa ditësh është bërë e pakalueshme. Ata udhëtojnë me mjete të ndryshme deri disa kilometra larg pikës ku ka ndodhur shembja. Më pas, detyrohen të ecin rreth 30 minuta në këmbë dhe, në zonën e dëmtuar, kalojnë me shumë vështirësi në anën tjetër të rrugës, drejt Pogradecit. Atje i pret një mjet tjetër transporti, i cili i dërgon deri në destinacionet përkatëse të punës. Të njëjtat peripeci i përballojnë edhe në kthim, ndërsa gjithçka tregon se kjo do të mbetet një rutinë e përditshme për një kohë të gjatë. Ndërkohë, ARSH ka deklaruar se aktualisht nuk mund të jepet një afat i saktë për stabilizimin e plot të rrëshqitjes, pasi po vijojnë studimet teknike në teren. Për momentin, është ndërtuar një rrugë provizore rreth 1.3 kilometra buzë shkumbinit me qëllim zgjidhjen provizore të qarkullimit.